Përshëndetje TikToku. Po që TikTok më? Po që kjo me? Hajde. Honda Forza, viti 2020. Pra, që ndodhë? Duhet ta kuptoni që ky motor është 50% ftofë me ajër dhe 50% ftofë me ujë. Dhe për 600 gram antifriz koncentrat që duhet i hidhni këtij motori, i hidhni ujë dhe motori ka të ndisë kështu. Shikoni pak guarnicionet e statës çka ka ndodhur. Këtu. Në pjesën shiv. Llumi pisliku e ka bllokuar komplet. Shikojmë radiatorin, shihni para radiatorit se si është bllokuar mrena komplet. E përsëris Honda Forza viti 2020, ë? Shikoni daljet e ujit pra se çfarë ndodh me daljet e ujit në këtë rast. Dhe bllokimi i sistemit ftojes motorit nga pjesa e ujit ka sjellë edhe prishjen e pistonit sepse motori nuk ka arrit ftofet, edhe pistoni ka ikë me pushime në plazh. Pra duhet të jeni koshient që motori do shërbimet në kokë. Nuk ka rëndësi çfarë viti është, çfarë modeli është. Të gjithë motorat duan shërbimet në kokë. Ju lutem mos i neglizhoni serviset e motorave, pjesën e ujit, pjesën e vajit dhe çdo pjesë tjetër sado e vogël tjetër dhe çdo lloj zhurmë e vogël tjetër. Duhet të kuptoni që duhet të jeni konsistent në veprimtarinë e motorit për arsye sepse pjesa e servisit është shumë e rëndësishme dhe pjesa se ku shkelni është shumë e rëndësishme. Ndaj, ju lutem tregoni të kujdesshëm me ardhjen e stinës verës, me nxjerrjen e temperaturave, motorat japin probleme të ndryshme dhe duhet të jepni përparësi sistemit lubrifikimit dhe sistemit ftofit. Ju lutem, kujdes se ku shkelni. Faleminderit.